Keni vap gjatë gjithë kohës, ja problemi shëndetësor që mund të keni. Shumë persona vuajnë nga ndjesitë e vapës së tepërt në rastin kur koha nuk është e ngrohtë. Cilat janë shkaqet e vapës së vazhdueshme? Hipertiroidizmi, problemet me tiroiden, sidomos prodhimi i tepërt i hormoneve, shkakton nxehtësi të tepërt. Menopauza, fundi i ciklit menstrual që ndodh rreth moshës 50 vjeçare, udhëron femrave ethe të nxehta dhe të papritura. Temperatura, nëse ajo rritet më tepër, trupi vuan nga temperatura. Kafeina largon përgjumjen e mëngjesit, por edhe rrit temperaturën e trupit nëse merrni më shumë kafeinë. Tensioni i gjakut rritet bashkë me aciditetin në stomak dhe nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Ushqimet pikante rrisnin temperaturën e brendshme të trupit dhe ju bën ju që të djersisni. Nuk ka asnjë arsye për shqetësim, gjithmonë nëse nuk e teproni me ushqimet pikante.